Fix. Borxhin ose do të me la, ose ti dush me zgjet mënyrë, me izvoglu argjimet, dush me llogarit mirë buxhetin, me ju nejtën fjalë njerëzve. Apo kupton? Edhe sa ki buxhet, Qaç me bu? me gjet veten ku me garu. Ki buxhet për ligë të parë, garon ligë të parë, zotni, luhet futbolli shumë kvalitative dhe në ligë të parë. Ki aspirata për Super League, do të më shtrengu fort për besë. Në Super League nuk ka ekip nër buxhet 1,5 milion nuk ka çka lypë në Super League. Na kemi pas skuadra që me kanë 2 milion buxhet kanë ranga kategoria. E kemi pas skuadra me kanë 1,5 milion 2 milion që kanë lypë në barazh. Tashti, kjo është realiteti. Nëse dikush menon që po hinë Super League dhe jemi dëshmitarë dhe skuadrat që nuk i paguin me rregull lojtarët kanë probleme. Kanë probleme. Dhe me thonë, duhet me boni Kritere. duhet mas pari klubi duhet me para pa mirë sa mund me një buxhet sa mund me përballu, me manipulu me atë buxhet, me qenë në rregull. Po. E dyta, nëse klubet nuk e kanë ato që janë vonë libra të mirë ose atë drejtorin, do të me arë sankcionet kënena. Nuk mund është 4 muj, 5 muj, 6 muj borgje futbolistave dhe alo me lytë futbol, veç të na ndodhë kjo. Gjomani një ekip në botë,